Këto pamje nuk janë të rralla në Kosovë, ku përveç jetës së punëtorëve që rrezikohet nga rënja nga lartësia, rrezikohet edhe jeta e kalimtarëve që kalojnë poshtë objektit. Këto punime është dashur që fillimisht të kenë një rreth mbrojtëse, e cila do t'i parandalonte rënien në gjësende të rënda mbi ndonjë kalimtar të rastësishëm, apo të ndonjë fëmijë. Pasojat do të mund të ishin fatale. Shumë afër këtyre objekteve gjendet kopshti i fëmijëve dhe shkolla filluar Motra Qirazi, ku çdo ditë kalojnë dhjetra fëmijë. Ngritja këtyre objekteve të rënda me anë të një litare gjithashtu paraqet rrezik të madh për kalimtarët poshtë. Është dashur që kompaniat të paktën të vendosin ndonjë rrethojë poshtë që të parandalonte qarkullimin e qytetarëve në atë zonë dhe kështu të parandalonte rrezikimin e jetës së tyre. Por këto masa nuk janë ndërmarrë nga kompania dhe kjo ka shkaktuar revoltë tek qytetarët e kësaj lagjeje, të cilët e kanë paraqitur rastin në instancat më të larta. Dhe dje inspektorati i punës në Pej, i cili është përgjegjës edhe për rajonin e Klinës, ka ndaluar përkohësisht punimet në këto dy objekte, deri në sigurimin e rrjetave dhe rrethoja mbrojtëse nga ana e kompanisë. Drini të vesh duke përcjellë me seriozitet shqetësimet e qytetarëve dhe në veçanti sigurinë e punëtorëve në vendet e punës.